ata që kanë pas frikë Allahun, ata që kanë njoftë Allahun xhallahu ala, ata që kanë njoftë caktimin e Allahu xhalla xhelaluhu, ata që nuk kanë arsyetuar me caktim të Allahut në veprim të mëkateve, po e kanë kuptuar se kanë përgjegjësi për punët e tyre. Këta janë në xhenete, edhe në lume të bukur apo. E Allahu azza xhel mas lodhjes së besimtarëve, mas angazhimit, përpjekjeve, Allahu të keni më ul. Po jo në çdo vend më ul jo apo. E keni ulë të posaçme. I tha Allahu maq'adu sidq. Çka është maq'adu sidq? Maq'adu sidq drozë është, domthon do të ulen në koltukun e sidqut, të vërtetës. Këtë jetë ju ka shku duke e vërtetuar çka ka thënë Allahu xhallahu ala. Do të thonë janë shpërbly me një koltuk të tillë që realisht përfaqëson dhe manifeston vërtetësinë e pohuar gjatë jetës së tyre ato. Andaj shiko, ulet tek Allahu xhallahu ala nuk bëhet në postë asnjë gradë në dunjë, përveç mbi bazën e vërtetimit të asaj që Allah e ka dërguar përmes pejgamberit alayhis sallam. Sa më tepër bindjen këtë vërtetësi tek Allahu më i lartë apo. Dhe çështja është me vërtetësi dhe me bindje që ka prodhu besim e nështrim e adhurim. Në basë të saj kanë mu përcaktu ullëse tek Allahu xhallahu ala. Maq'adu sidqin të nërëzër është një koltuk që realisht që aty kime pushu, që kjo është ullje e vërtet. Çdo ullje në dunja që ke pas, apo realisht ose s'ka përfaqësu që shduhet, ose s'je ullë ku duhet, ose se ke marrë atë që meritan, ja tash Allahu të jap atë shumë ma tepër se që ti e meritan. Maq'adu sidq. Edhe në kuptim të trekatë në rëzër, në dunja je ullë në shumë karrika nështë ta, po s'ke mujtë me letë gëtë në të karrikë. Ja të ka njekë për mes, apo ndaj procesit saktuar, ja të ka njekë për mes ndryshimit sistemit saktuar, ja të ka jekë me leku i dekës, që dykon veç me leku i dekës jekë për karrika, po jekë në fund, e jekë. E Allah o thotë, karrika që unë e kom e të ullë, është karrika ku? Inde melikin muqtedir. Melik, pastaj e jamja është, e kërkujna, edhe muqtedir, i gjithë fuqishmi, që s'ka kush e konteston gjykimin e ti kur vendos, ti mull me një karrik, s'ka kur që në pesaj më ato. S'ka kur që në pesaj më ato. Ndë edhe, këto kanë qenë fjalët e fundit, që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ka vdek në Kalan, ku ka qenë një burgosën, apo, nga sa ata, realisht, s'ja ka një pozitën e merituar. Pa të keqësisht apo. Një dietar me ato përmasa, me atë profil, është burgos, është kufizu që ta shpret dijen që e ka. Andaj edhe shumë ajete që i ka komentu, i ka shku në mur me gurin që ka pas, domethënë, mrena dhomës së burgut apo. E pastaj i kanë marrë ajetet e i kanë si lloj dëshkrime e i kanë kryer në flete e libra që sot janë transmetuar. E ai ka vdekë që shtatën, me shtat innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Devotshmit do të jenë xhenete edhe në lumej të ulën në kotuqit e vërtetësisë me hak që Allahu ka dhënë të i gjithë poshtetshmi edhe i gjithë fuqishmi.